Ministri i Arsimit Vesna Janevska njoftoi se këshillat arsimor nuk do të kenë më të drejtë të përmirësojnë notat përfundimtare siç ka qenë praktika deri më tani. Sipas modelit të ri, nxënësi që mendon se është vlerësuar padrejtësisht me notë më të ulët, ka të drejtë të paraqesë ankesë dhe të testohet nga një komision. Станува збор за оние ученици на кои, има сите му се петки, има една четврка. Тогаш вообичаено наставничкиот совет ја поправа четворката да стане петка и детето да стане скроз одлично. Така. Сега тоа го нема. Детето има право да вложи приговор и да рече, јас цела година учев, има петка, четворка, тројка, не знам како, цела година учев и сметам дека мојата крајна оценка треба да е петка. Комисијата треба да го испраша на целиот материјал. Procedura e re funksionon kështu. Pas shpalljes së notës, nxënësi ka 3 ditë afat për të paraqitur ankesë. Shkolla formon një komision me 3 mësimdhënës. Nxënësi testohet në të gjithë materialin e vitit, nota që jep komisioni është përfundimtare dhe zëvendëson notën paraprake. Nga LSDM reagojnë ashpër, ata thonë se kjo është goditje ndaj profesionit të mësimdhënësit dhe nënçmimi i profesionalizmit të tyre. Ја доведува прашањето и нивната стручност, тврдејќи дека не знаат да оценува и тури најавува дека ќе им го одземе правото на наставничките совети да го утврдуваат успехот на учениците, што е спротивно за закон. Ndërkohë, risi tjetër që paralajmëroi ministrja Janevska lidhet me regjistrimin e nxënësve të shkollave të mesme, i cili nga viti i ardhshëm do të bëhet në mënyrë tërësisht elektronike përmes një sistemi të integruar të lidhur me ditarin elektronik. Но од идната година веќе кога масовно ќе го пуштиме во употреба, значи од 1 септември, новиот електронски дневник, односно надградената форма на електронскиот дневник, предвидено е училиштата преку нивните системи да ги поврзат сите документи кои што ќе им бидат потребни за да може да се запише ученикот. Kjo do të thotë se prindërit dhe nxënësit do të regjistrohen elektronikisht, ndërsa të gjitha dokumentet e nevojshme si dëftesat, diploma dhe certifikatat do të tërhiqen automatikisht nga sistemi. Kështu eliminohet nevoja për dorëzim fizik të dokumenteve, si dhe mundësia për aplikim në disa shkolla njëkohësisht.